Të nderuar të pranishëm në këtë mexhlis, Allahun dhul xhelal e falënderojmë, atë e madhrojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahun dhul xhelal e falënderojmë për begatitë e tij të shumta dhe të panumërta, me të cilat Allahu dhul xhelal vazhdimisht na gëzon dhe na begaton. Allahun e falënderojmë ashtu siç meriton madhëria e tij të falënderohet. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut dhul xhelali, i cili është një, pa rival dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa taala e vulosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e tij të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe të sinqertë, dhe mbi gjithë ata që sinqerisht ecin hapat e tyre deri ditën e Kiametit. Sot do të vazhdojmë serialin e ligjëratave ku flasim për njerëzit e mëdhej, për kolosët, për dietarët, për ata që janë me të vërtet yje për ne. Dhe këtë serial e kemi filluar duke folur për biografin e imamit të madh Ebu Hanifes rahimahullahu ta'ala. Pasi që është emër më i njohur në mesin ton, po edhe me rënditje kohore është i pari. Dhe kemi vërejt se çfarë diturie, çfarë adhurimi, çfarë filijimi, çfarë edukate dhe sjellje ka patur dhe duhet ta ndjekim atë në të gjitha këto drejtime. Pastaj kemi folur për Imam Malikun, pastaj kemi folur për Imam Shafiun dhe sot fillojmë të flasim për biografin e imamit të katër, për 4 mëdhëbeve të njohura, Imam Ahmedin rahimahullahu ta'ala. Sikur se kemi treguar edhe në ligjëratën e parë, qëllimi i këtyre ligjëratave është që të edukohemi ne, muslimant e kësaj kohe, sidomos të rit prej muslimanëve, të edukohen duke pa para vete edukatën, kulturën, moralin, akhlakun e këtyre imamëve dhe këtyre ulemave. Se na sot bombardohemi me informata për njerëz të ndryshëm, figura të mëdha, kështu spaku në i paraqesin dhe mundohen të ne imponojnë. A na kemi shumë figura më të mëdha se ato që na imponojnë, mirë po fatkeqësisht në mungesë të përsëritjes së emrave të tyre në mediat tona, në TV tona, në gazetat tona, në radio tona, na nuk i mojnë mend biografitë e tyre. Nuk vadim bile edhe emrin tamam. Bile kemi shumë mos informat edhe informatat gabuara rreth tyre. E kur e shohim, atëherë kuptojmë se sa të mëdhej kanë qenë këta ulema, këta dietar, këta shkencëtar, dhe se ndjekja rrugës së tyre patjetër do të na sjell mirësi, përparim, bereqet, dituri, të mira në këtë dynjë dhe normalisht në ditën kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Duke treguar biografinë e këtyre ulemave dhe duke lexuar biografinë e tyre për ata që u ka rënë dorë një libër që flet për biografinë e tyre, dhe kur shohin asketizmin e tyre, kur shohin devotshmërinë e tyre, kur shohin sjelljen, moralin dhe virtytet e larta të tyre, kur shohin durimin e madh në zbatimin e fesë dhe përhapjen e fesë, kur shohin flijimin e madh për përhapjen e kësaj feje, kur shohin krenarin e madhe me këtë fe, atëherë kjo na ndihmon të gjithë neve që të vazhdojmë këtë rrugë. Na ndihmon të gjithë neve që të japim për këtë fe, na ndihmon të gjithë neve që të flijojmë për këtë din, na ndihmon të gjithë neve që të durojmë në këtë rrugë. Se nuk kemi të parët.
Edhe para nesh pas ka pas ulema, edhe para nesh pas ka pas probleme, edhe para nesh pas ka pas të vështirësi dhe të lashe. Mirë po, këto situata nuk i kanë ngadalsu ata, nuk i kanë largu ata, nuk i kanë pengu ata nga përhapja e të mirës edhe asaj që e kënaq Allahun subhanahu wa ta'ala. Normalisht se në kur flasim për këta ulema, nuk kemi arrit themi të gjithë atë që mund të thuhet për ta. Për shkak se kohë është e kufizuar, nuk mund na detajisht të, por mundohemi që gjërat më kryesore nga jeta e tyre të paraqesim, edhe kur e shohim madhështinë e tyre, padyshim motivohemi, padyshim inkurajohemi, padyshim na shtohet vullneti, nxitemi për të bërë punë të mira. Ne sot 1400 vjet mbrapa tyre, ose 1300 vjet pas tyre, do të motivohemi kur lexojmë biografinë e tyre, kur ndëgjojmë ligjërata për biografinë e tyre. Para mendoni çka ka ndodhur me ata që kanë jetuar në kohën e tyre. Kur i kanë pa me si, kur kanë ndetë në mëngjesit e tyre, kur kanë mësuar prej tyre. Normalisht se në praninë e këtyre ulemave ka ndodhur ai zhvillim i madh në kohën e tyre tek muslimanët. Edhe te ne të nderuar vëllezër, për të bërë një paralel, edhe te ne, çdo herë kur do të ketë hoxhallar të mëdhej, ulema të mëdhej, dietarë që do të flijojnë për këtë din, për këtë fe dhe për këtë vend dhe për këtë popull, jeta e muslimanëve do të jetë më e mirë. Dhe merr shembull, në çdo qytet, edhe në çdo katon, që ka pas hoxh i cili është mundue maksimalisht me përhap fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai vend ndryshon, ai qytet ndryshon dhe ai fshat ndryshon për qyteteve dhe fshatrave tjera. Dhe flijimi, sakrifica e tij është pasi ndryshim. Dhe dia fetare të ai qytet apo ai katon është më e lartë se te qyteti tjetër apo katuni tjetër që s'ka pas hoxh i cili është mundue, ka flijue, është përpjek për ta përhap hajrin dhe të mirën, ma sa ka pas mundsi. Dhe na si hoxhallar të ri i përmendim vazhdimisht hoxhallar të para nesh, të cilët nuk po flasun prej fillimit të sistemit pluralist kur u lidhua faktisht aktiviteti, mendimi, shprehja, po flas në kohën e komunizmit, kur ishin të ndaluara shumë aktivitete fetare. Atëherë ka pas ulema, hoxhallar që kanë vazhduar rrugën e këtyre imamëve, i kanë ndejt ball pushtetit zullëmqar, edhe i kanë ndejt besnik fes, dhe nuk e kanë laku fen, nuk e kanë ndru fen, nuk e kanë ndryshuar qëndrimet e fes, nuk i kanë zbut qëndrimet për shkak se pushteti i egër edhe i vrasht. Edhe në këtë drejtim të gjithë na e kemi ndëgjuar, po e përsëris për të kuptuar guximin e madh që kanë pas hoxhallarët që kanë jetuar në fillimin e komunizmit këtu te na. Pushteti komunist antifetar o mundu me e çrënjos fen nga populli jonë. Mirë po, atë s'ka mund ta bën për një mbrëmje, sepse populli fetar, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, edhe në Ballkan përgjithësi, se vite me radhë, dekada me radhë, shekuj me radhë, është për hap feja. Edhe prania e ulemave e kanë marrë të gjallë atë. Kur ka ardhur komunizmi e lufton fen, e për me hek fen se në hek për një natë, atëra ka marrë hapa. Prej hapave që ka marrë ka qenë paksimi i fenomeneve fetare, i dukurive fetare, i gjërave që duken fetarisht në mesin e popullit. Mes tyre ka qenë puna e feregjës, e perdes. Edhe kanë mbledh hoxhallarët. E kanë thonë, ju si hoxhallar, duhet me dalë me dhënë fetva, me hek shamin, me hek hijabin, jo, se s'mundet me hek. Mirë po, me dalë me fetva, me hek feregjën. Ani ato le ta majnë shamin për mbi kokë, ato le të majnë mantil, ama feregjë mes me majtë. E kjo ka qenë hilja e shejtanit që dal nga dal me hek feregjën që sot me dal dhe më thonë lakuriq, sikurse
dalin një pjesë e madhe fatkeqësisht e femrave tona. Edhe këtë rast, një grumull i madh i hoxhallarëve kanë thonë, jo, na nuk guxojmë fetarisht me dalë me thonë popullit hekni ferreqen. Pse? Sa është obligim fetar. Dhe se ata kanë, dhe na kemi përgjegjësi para Allahut për fjalë që i themi. Dhe se ata e kanë ditë për shkak diturisë së madhe që kanë pas. Kanë qenë vizionar dhe kanë ditë se nëse ata japin fetva për me largu ferreqen, do të vjen ajo që sot na ka ardhur nëpër dhe na katolikët në dyert e tona. Dhe kanë nejtë kashë, normalisht ku s'ka pranu, është burgos. Edhe për tyre ka që janë mbyt, janë pushkatu, edhe për tyre ka që kanë ikë, dhe më thonë, kanë shku me gjetë vend më të sigurt edhe më të mirë. Kjo është një për shembujve, a kësi shembuj ka edhe për lëmi tjera, mirë po kjo ka qenë, dhe më thonë, shembulli ma i përhapën dhe ma i njërë dhe çdo plak, nëse rini me te për shembull që i ka ma shumë se 80 vjetë, lirisht mund va tregon këtë, se në gjëven ka pas hoxhallar që janë mundu me mbrojt dinën dhe fen, kanë pas si probleme dhe vështirësi dhe janë burgos një pjesë e madhe për tyre dhe janë normalisht janë etiketuesi armiqt e popullit, janë etiketuesi dushmant e këtij vendit, janë etiketuesi si reaksionar, domethënë njerëz që thrasin pa pambeturi kështu më radh. Normalisht pastaj një pjesë e popullit tonë që kanë shku dhe janë shkollu në mënyrë gjysmake dhe kanë menduar se me një shkollë të mesme apo një normale 2 vjeçare bëhet intelektual i madh, edhe ata kanë ndihmuar domosdoshmë pushtetit me e luftu fen dhe me nal fen, kanë ndalu agjërimin nëpër shkolla, kanë ndalu shkumin në mektep të fëmijëve, kanë ndalu mësimin nëpër mektebe kështu me radhë. Mirë po, gjithëherë ka pas hoxhallar dhe ulema që i kanë nejt karshi dhe e kanë vazhduar këtë amanet të ulemave brez pas brezi. Dhe na sot, elhamdulillah, e kemi domosdoshmë këtë fe dhe e kemi malet sot me përhap këtë fjalë. Dhe elhamdulillah Allahut që nuk na ka sprovu, se po të na sprovon të neve, hoxhallarëve të ri, me atë që i ka sprovu ata, pikpyetje kush pe neve kishte met në kom. Edhe normalisht, elhamdulillah Allahut që nuk na ka sprovu, me atë që i ka sprovu imam të mëherët, se pikpyetje kush pe neve kishte me met në kom. Dhe normalisht Imam Ahmedi rahimahullahu taala, kur t'i kthehemi biografisë së tij, është një shembull i rrallë edhe i veçantë për shkak të asaj që ka ndodhur në kohën e tij, se gjithë imamët e kanë peshën e vet. Mirë, por në kohën e Imam Ahmedit ka plus diçka shtesë. Se kohën e Imam Ebu Hanifes, kohën e Imam Malikut, kohën e Imam Shafiut ka pas peripeci, ama sundimi kryesor ka qenë në favor të islamit dhe të muslimanëve, në favor të ehli sunetit. E në kohën e Imam Ahmedit fillon ndryshon edhe dominon shkolla mu'tezilite, që është armike e përbetuar e shkollës e ehli sunetit. Është sekt, është fraksion i devijuar, i cili në ato momente arrin të pushtetarët dhe i indoktrinon ata dhe i bën kavetja, dhe ata dojnë me zor me shti popullin me pas mendimin e tyre. Dhe për shkak të kësaj, se në pushtet 3 halife një pas një e përkrajnë këtë shkollë dhe insistojnë që popullit ta ndjekë këtë shkollë, qëndrimi i Ahmedit bëhet i rrallë edhe i veçantë, bëhet special. Se sprova shtohet, edhe qëndresa duhet me qenë më e madhe, edhe durimi duhet me qenë më i madh, edhe guximi duhet me qenë më i madh. Unë thash, letë është sot ti me qenë, me ngrit zhurmë, me bërtite, me thonë, kur s'ki ku një farë presioni, kur ki liri, ta thush atë që mendon. Dje, maharët, kur është vështirë me të regu guximin tanë për hak dhe të vërtet, është ajo që të paguhet të Allahu dhe normalisht llogaritet si një kontribut i madh për ta përhapur të vërtetën në mesin e popullit tanë. Andaj, ulemat kanë thonë, laula Ahmed ibn Hanbal, lesarën nas kullu mu'tazile. Po të mos ishte Imam Ahmedi, këtë njerëz do të boshe mu'tazilin atë kohë. Para mendo. Khilafet, Kur'an dhe Sunet, mirë po devijim, edhe pushtetje zakonisht, sikur se thotë Abdullah ibn Bareku, se njerëzit janë fen e mbretërve. Si se kanë mbretin, ashtu e kanë edhe fen. Si kanë kryetarin, ashtu edhe kanë fen. Andaj do të insiston të shteti që me vandru aty në veshko. Mirë po Imam Ahmedi më një anë,
Shteti më njohon, fitoi Imam Ahmedi rahimullahu taala me diturinë e tij dhe flijimin e tij të madh. Edhe ky shembull duhet me qenë i pranishëm edhe tek ne sot për t'i dhënë gjevap atyre që akuzojnë fenë islame me lloj-lloj akuza sot. Atëherë u mundun shkollën Mu'tezilitë të bën shkollë dominante. Me zor. Sot, edhe sot ka tendenca që të na imponojnë një islam si emër pa brendim rena. Një islam i cili do t'i përngjan te krishterizmi, të mund një gjumo me fal boll. Një bajram boll. Mbulesa s'është më rëndësi. Mbulesa s'është më rëndësi, mblosh mi pas mblosh kur kujt nisen. Më rëndësi është zemra, qetë e bardh. Më rëndësi janë disa vlera morale. Ama besimi shëndosh në Allahun dhul xhelal, se ai është krijuesi i gjithësisë. Se petim varet gjithësia. Se ai sjell ligje që na duhet t'i respektojmë dhe nderojmë, e jo njerëzit. Këto çështje jo, këto s'ban. Mjalon Allahut se këto njerëzit duhet me i menaxhu edhe me i prodhu edhe duhet me i sjell edhe domthon një islam që i ka disa rituale fetare ama nuk i ka të gjitha. Mundohen me nda, me bo pjesë islamin. Diçka që nuk u pengon shumë atynve le të mbeset. Ama ajo që u pengon le të hiqet. Dojnë me bon, sikur se ka thënë Allahu në Kur'an, atu'minuna bi ba'dhi al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Dojnë na bëjnë ashtu që t'i besojmë një pjesë së fesë e ta mohojmë një pjesë tjetër. Ose të marrim atë që ata dojnë ta marrim na, e ta lëm atë që ata dojnë ta lëm na. Edhe për këtë shkujnë, domethënë, ki gazetar, ki politikan, ki ekonomista, ki njerëz të ndryshëm që e marrin guximin me fol rreth fesë dhe me sulmue fen dhe me sulmu muslimat. Edhe në këtë rast e bëhet detyrë e madhe e ulemave që t'u japin përgjigje dhe gjevap atyre që mundohen të shajnë muslimat apo ta etiketojnë fen islam apo muslimat me etiketa që nuk bajnë, nuk janë të realta, nuk janë të vërteta dhe nuk ka fakte për to. Andaj, domethënë, trumpetimi vazhdueshëm për ekstremizëm islamik, për radikalizëm islamik, për terrorizëm islamik, bie në ujë, bie poshtë se nuk ka shembuj, nuk ka argumente për një gjë të tillë. Se e kundërta është e saktë. Për shembull, ajo që ndodh sot në botën arabe, deri dje që këto shtete perëndimore i kanë përkrahur ato shtete, edhe ata zullëmqar. Sot ata po thojnë na e urojmë këtë revolucion demokratik që ndodh në Egjipt, po deri dje ti e ndihmoshe? A jeti për liri dhe demokraci? Si ka mundësi deri dje ti e ndihmoshe me çdo gjë? Egjipti ka qenë shteti i dytë që ka marrë ndihma më të mëdha për Amerikës për çdo vjet. I pari ka qenë Izraeli, i dytë Egjipti. Çdo vjet ka marrë pakthim 1 miliard e 200 milion dollar çdo vjet. 1 miliard e 200 milion dollar çdo vjet ndihmë për Amerikës që ki Mubaraku, sot që sot thuhet i ka hemen se 70 miliard dollar. Dhe më i pasurin në botë, ai më i pasur sipas asaj gazetës së njohur që e ndjek punën e pasurisë së njerëzve, Forbes, i ka 56 milion, 57 milion. Me fal, 56 miliard, 57 miliard. E kish 30 po i bën. Se 30 vjet ka 1 miliard, i ka bo hazë 30 miliard, plus tjera që i ka vjetë shëti madhë, 84 milion banor Egjipti. E deri gjithë e ki përka. Sot të ne urojmë këtë revolucion demokratik, dhe shcila është e sakt, ajo deri gjithë që ki bo, apo sot që e po e bon. Mirë po, që së është problemi jonë, është problemi atynve, problemi jonë është ulemat. E kanë peshen dhe përgjesin me dalë dhe me thonë zullumit nalë, dhe me thonë zullumit e keqe. Dhe normalisht kjo s'do me thonë me kriju vllavrasje. Sikur se dikush mundohet me paraqit qëndrimin e guzimshëm të ulemave, sikur se thirrje për vllavrasje, jo. Për kaos, jo. Për rebelim militant, jo. Ama duhet mu ditë çka është e bardhë, çka është e zezë. Nuk guxojmë na mi përzi gjonat.
Duhet mu ditë çka është haram dhe çka është halal. Duhet mu ditë çka është lejim i haramit, edhe duhet me ditë se çka është guxim për të ndalu haramin. Në gjithë ato harame janë bën nga institucionet shtetënore të shumta, prej të largimi i shariatit deri te padresia më e vogël që është bë dikujt. Heshtën e pastaj botë e madhe, domethënë gabimi i dikujt për muslimanëve që normalisht na si musliman këtë rast kemi përgjegjësi më shumë se sa ai zullumçari sa ai e kalon fen masdore. Por nuk ban na vazhdimisht me kritikue muslimanët vetëm e me haru me e tregu edhe fytyrën e vërtetë të zullumçarit, edhe normalisht duke tregu se përmirësimi i gjendjes tonë i shteteve tona ndodh me përmirësimin e vetes tonë. Kjo është e vërtetë dhe kjo nuk kontestohet si rregull, ama gjithashtu për atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë se domethënë shahidi më i mirë është njeriu i cili i qohet kryetari zullumçar dhe i ban nasihat dhe ai për këtë nasihat e vret. Ulemat e kanë rolin dhe obligimin me i nal karshi këtynve muhabeteve dhe me njoft realitetin si njetojnë ata, sikur se kanë njoft ulemat realitetin kohën e tyre. Pse e tham këtë? Se ndodh një problem. Për shembull, na hoxhallart kanë herë i dim rrethonat që ka jetuar Imam Ahmedi më mirë se rrethonat që jetoj unë. Ose i di rrethonat të cilët ka jetuar Imam Ibn Taymija më shumë se sa i di rrethonat që jetoj unë. Edhe na kur flasim themi Imam Ibn Taymija rahimullahu taala i ka njoft filozofinë greke. Bile i ka bërë replik Aristotelit. E ka njoft esharizmin, e ka njoft sufizmin, e ka njoft shiizmin, e ka njoft atë themi mashallah ka qenë fenomenal, gjigant, gjeni. E mirë, cili është mësimi që duhesh me marrë për kësaj? Nëse Ibn Taymija e ka njoft filozofinë greke, e ka njoft krishterizmin, e ka njoft hebraizmin, i ka njoft shkollat e ndryshme, domethënë, që kanë ekzistuar në atë kohë. Kjo domethënë që edhe ti si hoç, nëse do të më qenë në rrugën e Ibn Taymijës, e Imam Ahmedit, duhesh me njoft shkollat e mendimit, filozofit aktuale, siç i ka njoft ai të kaluamën. Edhe t'u japsh gjevap dhe përgjigje, ashtu siç i ka dhënë ai gjevap dhe përgjigje atyre. E këtu ndodh defekti edhe mangësia, që na dina mi dhon gjevap atyre që kanë jetuar para 500 vjetëve, 700 vjetëve, ama s'dina mi dhon gjevap këtyre që jetojnë sot me ne. Edhe kjo është mangësia që, domethënë, e kemi edhe nuk e marrim si mësim prej ulemave, hoxhallarëve që kanë jetuar domethënë secili në kohën e vet dhe secili është mundu me i dalë karshi devijimit që është mundu të përhapet në kohën e tij. Edhe na si hoxhallar, nëse nuk arrim që të armatosim me dituri, që të na bën të aftë, të japim përgjigje dilemave, problemeve, hujumeve, sulmeve, ngacmimeve, provokimeve që na bën sot, atë pyetja sa i e hoq për me qenë lider i popullit tan, do i fesë tonë, i vendit tan ku jeton dhe ku vepron. Imam Ahmedi u spravu me fitnen e Mu'tazilive në kohë të 4 halifeve. Me 3 halife kishte problem me mendimin, me shkollën, me Mu'tazilizmin. Me 4 kishte problem me dynjan. Andaj problem në kohën e Me'munit, edhe Mu'tasimit, edhe Vathikut, kishte problem se ata ishin bindë se shkolla Mu'tazilit është e vërteta dhe se këtë njerëzit duhet me ndjek këtë shkollë. Në kohën e Mutawakkilit ndodhi problem tjetër, ai ishte suni, ehli sunnet. Ama se Imam Ahmedi fitoi autoritet të madh. Ai mundoi ke me ndihmue me pasuri e ju bë fitnë Imam Ahmedit pushteti edhe dunjoja edhe pasunia. Në kohën e Harun al-Rashidit, se domethënë Me'muni është djali i Harun al-Rashidit. Deri në kohën e Harun al-Rashidit, sunizmi, ehli sunneti kishte dominancë. Dhe bidatçit vepronin në mënyrë të fshehtë. S'kishin ndikim domethënë pushtet as në popull. Ama kur erdhi domethënë Me'muni e u bë halife, ai u bind se Mu'tazilizmi është shkolla e vërtetë edhe filloi me i sprovu njerëzit edhe me i detyrue me ndjeket me dheheb. Edhe normalisht pushteti zullumçar, njerëzit frigohen, e një pjesë e madhe ju nënshtruan tukjeten, jo me besim dhe bindje, por duke fsheh mendimin e vet,
edhe ja bëj ke rafsh dhe më dhëmë pushtetit. Disa edhe u vran. Në këtë situatë ku një pjesë e madhe u dorëzun, e një pjesë e madhe u vran, mbeti karshi Imam Ahmedi rahimullahu ta'ala në një situatë shumë të vështirë. Që situatë e veç pejgamberët e Allahut mund me ndet, edhe ulemat e sinqert pastaj pas tyre. Dhe pasi që vdiq Me'muni, erdhe më thëmë Mu'tesimi. Mu'tesimi e kapi, e burgosi, e rahu, e burgosi 28 muj. Edhe e rahu që thënë historianët që kanë shkujt këtë fazë të biografisë, thot aqë shumë e kanë rahë, që po të arrehnin një deve, do të coftë të devja. Devja është kafshë madhe dhe e fortë. Qatë që tek mi dhonë deves, devja kështë të cofë. Qatë shumë e kanë torturu dhe maltretu Imam Ahmedi rahimullahu ta'ala, 28 muj e kanë burgos, vetëm se me ndru qëndrimi dhe mendimin. E ketë kjo kohë e tortura dhe maltretimeve nuk e ka dobësu Imam Ahmedin, edhe nuk e ka zmbraps nga qëndrimi dhe mendimi ti, i cili ka qenë në favor të ehlit sunnetit. Edhe normalisht me këtë ajo bo lider. Njerëzit fillun me dasht. Njerëzit fillun do më dhe me bo dua për te. Njerëzit fillun me llogaritë se i vetmi cili qëndroi balë provave, edhe do më thonë ndihmoj që të mbetet me dhëhebe e të sunetit i pranishëm në atë kohë. Bile disa kanë thonë, edhe këtu e kanë ndihmu njerëzit, njerëzit e thjesht. Edhe kjo është një rast shumë me rëndësi. Njerëzit e thjesht e kanë ndihmu Imam Ahmedi rahimahullahu, duke dhënë këshillë nasihat. E kanë thonë për shembull, kur e kanë burgos, e kanë maltretuar, e kanë torturuar, i ka thonë njëri, nëse ti vdes duke pritur këto tortura dhe maltretime, dije se kemi shkuar në xhennet. Fjalë e thjesht. Fjalë që gjithë na e dim, ama që kjo fjalë e ka ndihmuar Imam Ahmedin me vazhduar me sabër, se vështirë. Kanë hënë një gjysmë llafi i mirë të ndihmon ty me vazhduar në punë të mira. Andaj na duhet vazhdimisht me ia thonë njëri tjetrit, sidomos hoxhallarëve tonë, nasihatin. Me këshillue për hajër, për ka mira, me këshillue që ata me vazhdu në rrugën e hajrit, rrugën e të mirës, se jetë pastër, pa gabime, pa mangësi, pa keq kuptime, pa sjellje gabume nuk ka. Nëse dikush mendon se na jemi me laçet, gjithna hoxhallarët edhe xhamati, kjo është gabim. Edhe përdesë jemi njerëz mund me gabu, secili me secilin. S'është më rëndësi kush i ka fajt, më rëndësi është që na me kuptu kësi realitet. Ajo që është ma e madhe se kjo është që na të fitojmë për të gjithve atë që është e mirë dhe të bishme. Nëse dikush mëson ka hajri, mere. Nëse dikush mëson të hajri, mere. Nëse dikush të orienton ka hajri, mere. Se s'dije që ajo këshill e mirë mund të më qenë vendimtare për ty që ti munis ka u dhe hajrit dhe ka u dhe e mirë. Andaj një fjalë njëri thjesht ban sabër në këtë rrugë se si të vdes shti, në këtë udhë kemi shkuar në xhenet, ka qenë ndihmë e madhe për Imam Ahmedi rahimullahu ta'ala. Tjetri ka thonë, in ishte hamida, wa in mutta shahida. Nëse jeton, kime jetu i lavdhum. Nëse vdes, kime shku shahid të Allahu. Mandaj, s'kish ka hub, qëndron në këtë rrugë. Edhe kështu, Allahu dhu gjelal i ka dhonë, do më thonë, përveç dituris, imanit, i ka dhonë edhe rreth i cili kanë bo dua për te dhe kanë ndihmu me fjalë të urta, bile thot Imam Ahmedi rahimullahu ta'ala, asë një fjalë se më ka bo dobi sa fjala e Nuhit, para më do, Muhammed ibn Nuh, anonim, Muhammed ibn Nuh, kur ta bësh një sërsh në librat e historisë, del një njëri i thjesht, thot se kur ishin burg, tha, o imam bën sabër, se ti e shembull për këtë musliman, nëse ti bjerë, tjertë mas te këtë kanë mëra. A dhe ulemat të thënë, Muhammed ibn Nuhi u fut një histori me një fjalë të vogël që a dha si nasihat imamit madh, sinqerisht. E se ajo fjalë i ka ndihmu imamit me këto fjalët e tjera, që ai të vazhdon në këtë rrugën e xhairit edhe pastaj, pas Mu'tesimit do më thonë, erdh Wathiku. E normalisht, e pas Wathiku ta ishin Me'muni, Mu'tesimi dhe Wathiku Mu'tezili. Mas tyre vjen Mutawakkili. Mutawakkili ishte ehli sunne, edhe përhapi ehli sunnetin, edhe e luftoi bidatin, edhe do më të gjithë ata që ishin sebeb për me përhap bidatin edhe të keqen, normalisht e morën dënimin e tyre edhe u shkatrun.
por Imam Ahmedi a shpëtoi për sprova, nuk shpëtoi. Deri tash kishte sprova me të keqen. Tash Allahu e sprovon me të mirën. Se thot Allahu në Kur'an, "Wala nabluwannakum bil khairi wa sharri fitna." Do t'ju sprovojmë neve me të mira dhe me të këqija, sprov për ju, fitne për ju. Dhe ta dini vëllezër, sikur sa ka thënë Selman Farisiu, një rregull të artë që kemi nevojë të gjithë na ta kuptojmë mirë. Thot, ibtalan Allahu bid-dara fa sabarna. Allahu na sprovoi me të këqija, i bënëm sabër. Thumma ibtalana bis-sara fa lam nasbir. E pastaj na sprovoi me të mira, se në bënëm sabër. Sprova me të mira është ma e rëndë, ma e keqe se sprova me të këqija. Keni raste shumë. Në çështjen e zhvillimit kombëtar tu te na, te shqiptarët. Sa njerëz i kanë qenë ilegal. Kur kanë qenë muhabeti i celulave, treshe, pense, muhabete të vjetra. Për një pjesë të madhe të rive kjo është domethënë fantazi. Kanë bë sabër të madh. Kur e kanë marrë pushtetin, kanë ra. Unë paron të 30 vjet ilegal, ka punu domethënë fshehur razi. Për çka? Për çështje madhore kombëtare. Edhe i ka bë sabër për ndjekjeve, dënimeve, burgjeve, torturave, maltretimeve, vështirësive, fukarallëkut, këtë i ka bë sabër. E kryti misioneve, erën pushtet, kur erën pushtet? Dështoj. Pse? Për më vërtetu ajo që thash, i bëm ballë sprova me të këqija, e se i bëm ballë sprova me të mira. Në kjo është, e shohim me syna, unë këtë rregull po va tregoj, e shohim me sy. Kjo sikur se vlen për ata, vlen edhe për ne. Edhe te na muslimanët, kur Allahu na sprovon me të këqija, i bëjmë ballë. Për shembull luftat që kena pas. I mi kon tokë, i mi kon troç, i mi kon bashk, i mi kon solidar, human, jemi kujdes. Tamam, Allahu ta largon të keqen, të cilët mirat habitet, secili këshir hesabin e vet. Haron se ka koshi, haron se ka vlla, haron se ka nevojtar, haron se ka të ngrat. Domthon i bën ballë të këqijave, e s'ni bën ballë të mirave. A paramendoni ata njerëz që kur s'kan për jetu të këqija. Paramendoni ata se janë gatshëm mu bë ballë sprovave me të mira, ato edhe ma hiç. Andaj Imam Ahmedi rahimullahu taala u sprovu me të këqija, i bën një ballë. E tani i adhureni mu sprovu me të mira, po normalisht për shkak dijes së madhe, për shkak imanit të madh, për shkak devotshmërisë së madhe, ai i bën një ballë edhe këtyre sprovave, sprovat e dunjos, të pushtetit, të famës dhe autoritetit. Andaj, kur erë në kohën e mutawakkilit shansa me bo pasuri edhe me bo famë, tha Imam Ahmedi rahimullahu taala, aslimu min haulai 60 sana, që 60 vjet kam shpëtu për tëmve, e që tash thumë ubtela bim, e tash me ardhëreni mu sprovu me ta, ja, ka thonë, s'pranoj as pasuri, as fam, as oferta me qenë afër pushtetarit, se deri tash e kum shumë mirë, alhamdulillah, s'jam sprovu, nuk kam dëshirë mu sprovu edhe ma shumë se kjo. Andaj, këtë kjo në tregon madhështin e madhe që kishte Imam Ahmedi rahimullahu ta'ala, këtë kjo është si hyrje për me bo krahasimin mes biografisë atyre imamve dhe imamve tonë. Dhe neve, sot si o gjallar, vazhdues të kësaj rrugë, që lusim Allahun sinqerisht me na bo meritor, me u rendit, jo me u rendit në rrugën e tyre veç, e jo me u përmend bashkë me të tyre se ku janë ata e ku jemi na. Ata janë qiell, na ala pitokës kemi dal çaq poshtë që jemi. Imam Ahmedi rahimullahu ta'ala quhej Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal. Ahmed emrin, i biri i Muhammedit, baba i tij Muhammad, i biri i Hanbelit. Domethën kur themi Imam Ahmed ibn Hanbali, i bim shkurt. Domethën emrin edhe mbiemrin që themi na se edhe në mbiemri është emri i katra gjyshit apo stërgjyshit. Zakonisht. E të arabë shkon do më i përmenin këtë më rënd, edhe emrin tanë, edhe të babës, edhe të gjyshit, edhe stërgjyshit, edhe të kabiles. Të ne i bin shkurt, për shemë më thojnë Muhammed Ibrahimi, shembull. Edhe këtu
si shkurt i kanë ra Ahmed ibn Hanbeli për të dalluar prej Ahmedave tjerë. Kunjen e ka pas Ebu Abdullah, baba i Abdullah, se ka pas djalin e madh Abdullahin, e ka pas edhe Salihun, po e ka marrë kunjen dhe më emën të djalit më të madh, e kanë thirrë Ebu Abdullah, baba i Abdullahit. Biografia e tij, zinxhir i pandërprem, domethënë vjen deri te Asad ibn Rabia, ibn Nazar, ibn Ma'dan, ibn Adnan, tek domethënë Adnani që është sulalja që të lidh me Ismailin alayhis salam me arab, domethënë ajo sulalja e pastër arabe. Andaj ulemat thonë Imam Ahmedi me këtë domethënë pësoj prej ardhje fis i ka dy veçori. E para se fisi i tij takohet me fisin e pejgamberit alayhis salam. Domethënë tek Mudar e pej Mudari domethënë i ka pas Nezarin fani ka pas 4 fëmijë, mes tyre ka qenë Mudari edhe Rabia, prej Mudarit vjen pejgamberi e sa prej Rabias vjen Imam, do të takohet me sojën, me sulalen, me fisin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe dyta se fisi i tij është i njohur, i pastër, pa kuni fare domethënë ndërhyrje në sojën e tij. Nëna e tij ka me shtatzane me Imam Ahmedin në Merv. Domethënë në që këtë pjesën e Mesopotamisë, tash bashkor Irak, Iran, domethënë. Se Mesopotami domethënë toka mes dy lumejve. Në çket Merv është domethënë qyteti e pastaj ka ardhur në Bagdad duke qenë shtatzënë me të dhe e ka lind Imam Ahmedin rahimahullahu taala në Bagdad. Në këtë Bagdad Sodit, para mendo, ka lind Imam Ahmedi rahimahullahu taala. Që ky Bagdad i Sodit është shkel që 100 vjet me radhë. U shkel një prej socializmit, komunizmit të Saddam Huseinit, e që ta është domethënë shkelet prej forcave të huaja atje dhe milicijave, paramilitarëve shiit të lloj-llojshëm domethënë që sundojnë Bagdadin dhe Irakun në përgjithësi dhe e bënën domethënë perishan, e shkatruan domethënë e bënën rrafsh shumë hajrate, shumë bereqete dhe shumë gjëra me peshë dhe me vlerë edhe në histori, po edhe domethënë në aspekte tjera. Që ky Bagdad ka lind Imam Ahmedi rahimahullahu taala në vitin 164. Në vitin 164 sipas hijretit, domethënë. Ka lind Imam Ahmedi në Bagdad. Baba i tij Muhamedi ka qenë vali në Serkhas. Edhe është njëri prej ulemave Imam Serkhasiu, ulemave të mëdhëbit Hanefi, Imam i madh, domethënë Imam Serkhasiu, domethënë janë vendet e ish Republikat e Bashkimit Sovjetik, çdo pjesë. Ato lidhet domosdoshmë me Iranin edhe me Irakun. Çajo zonë domethënë që quhet Azia e Mesme. Azia e Mesme. Ka qenë vali edhe normalisht ka jetuar në kohën e khilafatit të Abasidëve. Baba i tij ka vdek i ri, edhe ky sikurse përmendëm për Imam Shafiun, edhe të tjerët e ka rit nëna vet dhe u shkujdes për te. Përshkrimi i Imam Ahmedit rahimullahu taala thot Ebu Dhurejh el-Akberiu e padani emrin e Ahmedit edhe e kërkova. Kur e takova e pash se ishte, nuk ishte domethënë mjekër të lyrë me kan, ishte mesatarisht i gjatë, edhe ishte e smert që themi na zeshkan, ama pak ma shumë zeshkan, jo zeshkan ka e bardha, po zeshkan ma tepër ka e zeze, dhe mund të amam sikurse janë ato arabt e Jemenit edhe arabt original, dhe mund janë zeshkan pak ma shumë se sa, dhe më thonë, ajo që kanë herë në ndodhë me podin një zeshkan në rrethet tona. Gjithashtu Muhammed ibn Abbas an-Nahawi thot, e kam pa Imam Ahmedin shumë të bukur, mesatar i gjatë, e lynte mjekën me kan, kishte disa kime të zeza në mjekën e tij, kishte rrobat e vrazhda të bardha, edhe kishte imame domethënë shall që e majnë domethënë rumullak në kokë dhe kishte izar të veshur. Dhe thot Mejmuni, nuk kam pa njeri me tesha më të pastra se Imam Ahmedi. Domethënë ishte njeri elegant, kujdesej për pastërtinë e rrobave të tija, ishte njeri që kujdesej për flokt, edhe për musteqet, edhe për mjekrën e tij. Ishte njeri domethënë që kujdesej për trupin e tij, nuk ishte njeri që kishte rroba më të pastra edhe më elegante se sa Imam Ahmedi rahimahullahu taala. Pra kjo ishte emri, domethënë datëlindja e tij dhe përshkrimi
fizik i Imam Ahmedit rahimahullahu taala. Fillimi i kërkimit të dijes dhe udhëtimet për dituri. Dhe kjo pjesë është shumë e rëndësishme. Do thotë se na fatkeqësisht kemi dembeli. Dhe jam mundu që këtë dembeli ta luftojmë duke filluar me një serial të dersave që kanë filluar në Shkup Njeriu Zero. Neve si popull, sidomos neve të rive, nuk na takon me qenë përtaca dhe dembela. Por duhet me mësu, mu eduku me qenë punëtor. Dhe mos me leju me na ik koha kot. Për mu dhonë mas gjerave të dobishme. E para është dituria mbi Allahun dhe fenë e tij. E dyta është dituria mbi shkencat e ndryshme që kemi nevojë për to. E treta është puna dhe zanatet e ndryshme që kemi nevojë për to. Nëse së mbohesh dietar mbi Allahun dhe fenë e tij, bënu shkencëtar mbi shkencat e ndryshme. Së mbohesh shkencëtar, bënu punëtor me zanatet e ndryshme. Nëse edhe zanatet së mëson, bëna mësele punën puna, mësëri kot. Bëna shprehi punën, aktivitetin, angazhimin, sepse vetëm kështu ka mundësi na me pas dobi, vetë për veten tonë, për familjen tonë, po edhe na si popull në përgjithësi. Pa punëtori është i dëmshëm si për veten, si për popullin, si për fen. Punëtori është i dobishëm për gjithë. Kur është një punëtor, në koft fetar është i dobishëm për fen. Në koft jo fetar është i dobishëm për vete. Në koft patriot është i dobishëm për veten e vet. Kryesore pi punëtorit nuk ka zarar, pi dembelit, çdo e keqe edhe çdo sherr na vjen. Andaj Imam Ahmedi dhe këtë ulemat kanë qenë aktiv dhe të gjallë dhe kjo i ka bërë ata me arrit këtë nivel të lartë të diturisë edhe me qenë shembull. Thot Ebu Nuaim se Ebu Fadli ka thonë, do më thonë, djali Imam Ahmedit, thot, talabtu l-hadith wa ana ibnu 16 sana. Kam fillu me mësu hadithin e pejgamberit e Islam, do më thonë, Kur'anin, gjuhën arabe, ato i kam mësu më arët. Kam fillu me kërku hadithin e pejgamberit e Islam kur i kam mush 16 vjet. Thot, dhe Heshimi vdiq kur i kisha unë 20 vjet. Andëgjimin e parë e kisha për ti, do më thonë, në vitin 179. Qatë vjet pat ardh Abdullah ibn Mubareku dhe ishte ardhja e tij e fundit që erdhi në këtë vend, edhe pata ndëgju për ti e pastaj ai shkoi në Tarsus, edhe atje do më thonë vdiq në vitin 181. Imam Tarsus e di ku është? Është ka Adana, para se me mbrin Adan është një vend Tarsus. Vija kufitare e shtetit islam natë kohë ka qenë aty. Te poshtë kanë qenë romakët, bizantinët. Për pjetë muslimanët e kanë shqiruar. Edhe Imam Abdullah ibn Mubareku ka ardhur në Bagdad, ka ndet një kohë edhe pastaj është nis me bërë xhihad në Tarsus. Duke qëndruar në Tarsus, i ka shkruajtur letër kujt? Fudal ibn Iyadit rahimahullahu që ka qenë në Mekë. Fudal ibn Iyadi jeta e tij është interesante, edhe për këtë edhe për atë ku mbajt dersun të kaluar dhe mund të dëgjoni janë në internet Abdullah ibn Mubareku dhe Fudal ibn Iyadi. Fudal ibn Iyadi ka qenë cup, hajn. Ka dalë natën në rrugë dhe i ka vjedh udhëtarët. Një ditë për ditëve donë me shku me vjedh një karavan të njerëzve që i kishin dalë me pushu më një vend. Edhe kitash të bogati me shku me i sulmu ata, e njënin duke lexuar Kur'an namaz, ajetin kur ku Allah thot alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al haqq. A nuk ka ardhur koha që të dridhen, trishtohen, shqetësohen zemrat nga ajo që ka shpall Allahu dhe nga e vërteta? Kur ndëgjon këtë ajet trishtohet Fudal ibn Iyadi. Do të thonë e kap një panikë e madhe. I bie ky ajet në trum, i bie në zemër. Edhe a nuk ka ardhur koha, domethënë. Edhe thot, po Allah, vetëm se pas ka ardhur koha që une të kem frikë Allahun dhe të pendohem për të kaluar e tij. Nëse kur pendohet se një kohë gjatë ka qenë hajn, këtë dunjoja janë tut për ti, e kanë ditë domethënë rujni rrugës se ju del Fudali. E si të delaj, llami keni punë. E ka bërë shumë zullum, u ka penduar sinqerisht, me një pendim shumë të thellë. Edhe për shkak të pendimit i ka shkuar në Qabe dhe ka nejt veç në Qabe duke bërë dua, ibadet, e tauba dhe istighfar që Allahu t'ia falë gjunat e tija. Edhe u boj i dallum pastaj me këtë gjë. E Abdullah ibn Mubarak ka shkuar në Tarsus me bërë xhihad në Kufi. E ja shkuan një vjersh, hedije,
Fudail ibn Iyadit ku i thot ja abid al haramaini law absartana la alimta annaka bil ibadati tal'abu. O ti që bën ibadet në dy hareme, domthon Mekë dhe në Medinë, po të na shifshe neve në ibadetin ton të xhihadit, do ta kuptoj se ibadeti jot është lojë. Domthon më fal edhe zamet është na edhe dy rekat namaz na filis ne falim. Edhe zamet aman krahasim me xhihadin është domthon lodhje shumë e vogël e vazhdon domthon men kana yakhdibu khaddahu bidumuhi fa nuhuruna bidima in takhaddabu kush e lag qafën kush e lag fashën e tij me lot le ta dije se gjoksi on laget me gjakë normalisht se nuk është e njëjtë kjo me atë. Si të qoftë, tu kanë qëndruar Abdullah ibn Bareku, pastaj ka shkuar në Tarsus, atje ka luftuar dhe atje ka vdekur rahimullahu taala në vitin 181 sikurse e përmendëm. Thot Ulejmiu, thot pjekuria Imam Ahmedi shihej si që në fëmiri. Edhe Allahu Dhul Xhelal i kishte dhënë një kujtesë të fuqishme, edhe për shkak të kujdesit i grumbulloi dituri të madhe dhe filloi studimin e hadithit ose mësimin e hadithit që në moshën e re. Bile çat shumë ishte bë merak për dituri, për dije, se që shkoj ke shumë herët në xhami, thikë nëna ka dal se Allah s'ka ndal kurkush herët shumë. Kipi meraki domethën i dil ke gjumi herët. Ku i kemi ata fëmijë që kur shkojnë sabah në shkollë, mu u para babës edhe nënës. Po duhet nëna dhe baba sot 5 minuta, 10, 15 gjysmë ore përpara me kurdis saatin, edhe se duhet gjysmë ore me lut djalin. Hajde birë jam, hajde. Hajde se ka vakti me shkon në shkollë. Hajde nëna jeme. Hajde nëna dhon, hajde birë jam. Hajde bija jeme. Se nuk qohen me shkon në shkollë. A kipi merakit u çu para vaktit. Na kemi edhe kësi shembull, alhamdulillah, Allah sot ka fëmijë që kanë merak shkollën, e kanë merak hoxhën, e kanë merak mektebin, edhe para se me ardh vakti bën hazër me shku përpara. Mirë po janë rrallë, shumica janë duke u dembelaf edhe duke përtu. Edhe normalisht edhe në ders, për shembull vetë vakti marr në ders, rralli ki kush vjen i pari, shumica vijnë ka midisja ka funi, ose në xhumo. Rralli ki që vjen domodin herën në xhami, ja vjen domodin tu thirrë zoni, jo mos i thirrë zoni. Pse se i përtojnë punëve të mira edhe dembelavemi kash i punëve të mira. Dhe për këtë shkak, për me mësu diturin, ka udhëtu shumë Imam Ahmedi rahimullahu taala. Ka shku në shumë vende, ka qenë në Kuf, në Basra, në Hijaz, në Mekë, në Medinë, në Yemen, në Sham. Ka shku në vendet kufitare, ka shku në vendet begdetare, ka shku në Maghrib, në Maroko, në Algjir. Domthon ka shku në Horasan, tokën e Iranit. Ka shku kodrave, maleve, s'kalon në vend ku ka ndëgju që ka alim, e s'ka shku. Me aeroplan, me tren, me kerr, me klim, ja, në kom, ja deve, ja kali, ma shumë kom. Pin Bagdad e Yemen, është udha keq kretin, fështir, ka shku pin Bagdad në Mekë, e pin Mekë masane në Yemen me shku. Kam i përmendur këtë tregime shumë interesante nga udhëtimi i ty i lodh shumë për me mësu fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe normalisht pastaj pas këtë udhëtimeve kthehet në Bagdad, aty jeton derisa edhe bëhet njëri me famë dhe me emën dhe aty edhe vdes. Thamë na ka filluar me mësu hadithin 16 vjeçar. Në Kufe ka shku në vitin 183. Pastaj në aty domethën ka mësuar tek i hoxha i tij Heshimi që e përmendëm pak më herët, edhe ky ishte udhëtimi i tij i parë. Pastaj ka shku në Basra. Në Basra ka shku në vitin 186, domethën 3 vjet mas. Pastaj ka shku në Mekë, mu taku me Sufjan ibn Uyejnë, dhe ky një alim pi ulemave të mëdhenj. Ka shku në Mekë takohet me të në vitin 187. Pastaj edhe aty u ka taku domethën edhe domethën me Fudail ibn Iyadi, çat vjet edhe ka vdek Fudail ibn Iyadi, edhe ka kry haxhin e parë domethën jetën e vet. Pastaj ka shku te Imam Abdurrazak as-Sanani në Sanaa të Yemenit. Edhe aty ka shku në vitin 197, në këtë udhtim ka shku bashkë me Yahya ibn Ma'inin. Edhe ky udhtim është interesant, udhtimi i tij për në Yemen. Thot Yahya ibn Ma'ini se shok të ngushtë janë. Yahya ibn Ma'ini gjithashtu alim shumë i madh i hadithit. Domthon është emën i madh, nuk e njohim shumë, por në hadith kur thuhet Yahya ibn Ma'in, domthon i të fol për njëri shumë të madh. E shok me Imam Ahmedin. Ja nis me shku në Yemen. Pse? Thot kanë marrë vesh se Abdurrazak as-Sanani ka hadithe që si kanë të tjerët.
edhe janë nisë me shku në Yemen. Po si e kanë pasur udhën, ka thonë këne po shkojmë me këtë njerë sefte, po bëjmë haxh, e masën basi ta kryjmë haxhin, nisemi për në Yemen. Se ashtu udha është ka Hijazi e për shpizojmë basin e pojmë me haxhin. Thot Yahya ibn Ma'in, tu e bë tavafin Mekë, kur e shohim Abdulrazak Sananin aty në Mekë, edhe ai kisha pjeminit në Mekë me haxhin. E thot po i tham Imam Ahmedit, shuj se u bo mirë. S'kemi nevojë me shku deri në Yemen. Ja tha. I minis me shku në Yemen kena me shku. Nuk mjaftona unë me u taku me te këto. Po mas i minis na për Allah me shku deri në Yemen kena me shku. Para mendoni vëllazni, deri në Yemen me shku, edhe më thon minimum i ka 2000 kilometra. 2000 kilometra. Para mendoni sot me kermi e 2000 kilometra, do më thon, pa nal nëse ec 2 ditë duhet. Pa nal nëse ec. A me të nalme, do më 4-5 ditë duhet me kermi ec, me autoban. Atëherë, e tash s'ban mu që ditë me thonë qysh kanë mujtë ta mu bo që ka që ulemat më janë bo, valla se ka fliu njeri. Edhe kur të flion, se cili njeri, kur të flion për diçka, Allah i ka mja dhonë. Nëse ti pret pa pun, me fitue, ta dish se ke dështua që në start. Se kush do që punon, Allahu ja pagun. Edhe qafirit, edhe të keqit, edhe gjahilit. Ja pagun Allahu punën e vetë në dunja. Djemë të ri në Egjipt, e këshin vendos me net, jo 1 saat, e 2 saat, e 5 saat, e 10 saat, 18 dit e bënë protesta, dhe këshin vendos me mesat, dërsa të bere kryetari zullumqar. Me durimin e tyre, me flimin e tyre, normalisht edhe me punën ma herët që është bo në atë vend për hoxhallarëve dhe ulemave, erdhë 18 dit, flijim, sakrificë, rëzuën zullumqarin që 30 vjetë kishtë sëndu atë vend. Ta pagun Allahu mundin. Kur mos mendo se ti ke me punu edhe Allah e s'ka me ta pagut. Kur mos mendo. Se cilit Allah ja pagun. Kullen nu'ti haulaj wa haulaj min ata'i rabbika. Thot Allah më kanë, të gjithëve u japim na prej dhuntive të Allahut. Edhe këtyve besimtarve, edhe atyve jo besimtarve. Wa ma kana ata'u rabbika majdudha. Sepse dhurata e Allahut nuk është e ndaluar për askënd. Domthon, kush punon për dunjan dhe për ahiret, Allah jep edhe dunjan dhe ahiretin. Kush punon vetëm për dunjan, si janë qafiret, Allah jep dunjan. Edhe kjo është definicioni për me kuptu pse qafiret sot e studojnë botën. Sa i po punon për atë vetin edhe Allah ju jep. Edhe na kur të punojmë, Allah u ka me na dhonë. Se nëse ka dhonë atyve si qafira, neve na jep edhe ma për para, ama duhet me meritu, me punu. E me dembeli, vlazni, me përtes, pa pun, kur gjo nuk ecë për para. Andaj, Imam Ahmedi shkoj në Yemen, flijoj, udhtoj çdo vjet, çdo 2 vjet, çdo 3 vjet, udhtim të madh për me marrë dituri, edhe Allahu ja dha këtë dituri të madhe. Thot, kur shkum në domethënë në Yemen atje, tha të shku në Yemen në u hargju pasuria. Edhe mur vesht hoxha Abdulrazak Sanani, tha që kena me të keq. E na ofroj me na dhon pare. Tha Imam Ahmedi, ja, tha. Tha, nuk du ndim, tha, pi kërkujt, tha. Tha, shkoj e punoj pun fizike, e grumbulloj e pare për ushimin e vetë. Parlamento do le që ka shku vetë, le që u ka lodh, u ka raskapit, plus edhe dinarin është mundu me fitu me djersën e vetë, me punën e vetë. Ska desh, do më thonë kur gjo, me bo falas, ketë me qenë punë e ti, me të cilën ka me pagut Allahu subhanahu wa ta'ala atëre, do më thonë edhe në dunjo, edhe në akhiret. Imam Ahmedi ka bo 5 haqe, 3 haqe i ka bo në kom, 2 haqe i ka bo, do më thonë, i hipën në deva, për në kali, edhe do më thonë, është mundu me qenë. Normalisht se Imam Shafiu e ka pas talebet ngat, talebet afërt. Imam Ahmedi rahimullahu ta'ala, edhe ka qenë, është shqyri Mahmedi me Imam Shafiun, derisa Imam Shafiu ka qenë në Bagdad. Kur ka shku në Egjipt, aty janë da. E kur ka shku në Egjipt, Imam Shafiu ka thonë, domthon, nuk kam lënë në Irak njeri më të mirë, më ditun, më të devotshëm se sa Imam Ahmedi
rahimahullahu ta'ala, dhe lavdroi ke vazhdimisht Imam Ahmedin atje në Egjipt. Thot kur u kthi Imam Ahmedi pej Jemenit, tu kthi e pam se është lodh shumë, është raskapit shumë, i tham, a u lodhe? Tha, vallahi, tha, shumë pak jemi lodh për atë që kena fitu. Shumë pak kena lodh për atë që kena fitu. Do më thonë, diturin që kena marrë për Abdurazak Sananit, është shumë më e madhe se sa lodhja jonë. Andaj, do më thonë, kjo ka qenë faktisht kur nisen krahasim me diturinë e madhe që ka fitu Imam Ahmedi dhe Yahya ibn Ma'in nga Imam, do më thonë, Abdurazak Sanani. Pra kjo është fillimi i diturisë, i grumbullimit të diturisë që kanë bërë Imam Ahmedi rahimahullahu taala, i flijimit, i sakrificës për ta mësuar fen. Sot neve të shtëpia e kena. Veçut me klikua në internet edhe ndëgjon dersin. Hoxha fol xhami, ti të shtëpia jote ndëgjon. Bile me ato tash, jo diktafona, po tash me këta iPoda e me këta MP3-sha, në gjep e shtin, ndëgjuzën vesh e ndëgjon dersin. Ama kanar shejtani ti mërment edhe çaq nuk të kujtohet. Librin e ki, si thojmë na, nër dorë e majdorë. Dersin e ki sa të dush. Mirë, po fatkeqësisht kemi Dembeli, e normalisht me Dembeli, sikur se thash shumë herë, nuk ecë përpara. Prandaj këtu do të ndalemi për me vazhdu inshallah taala në dersin e ardhshëm lavdatat që kanë bërë Imam Ahmedit, ulemat të tjerë, për me tregu pozitën e madhe që ka pas, duke lutur Allahun xhelal që të shpërblen këta ulema me shpërblimet e tija të shumta dhe të lloj-llojshme, të shpërblen për kontributin e madh që kanë dhënë për këtë din dhe për këtë umet dhe për ta musliman. Elusim Allahun neve na bën pas ardhës të denj, pas ardhës të mirë, të atyre para ardhësve tonë të mirë, e të na ndihmon që të vazhdojmë rrugën e tyre, e të ngjajmë atyve me aq sa mundemi, edhe pse se ata së mbohemi. Mirë po sikur që ka thënë Imam Shafiu, tashabbahu bis salihin wa in lam takun mithlahum, për ngjajuni burrave të mirë edhe nëse nuk jeni si ata. Spaku do të thonë me munue mu përngja ose mu u bë si ata. Me këtë shpresojmë se Allahu ka me na fut në rahmetin e tij. Lutim Allahun të na bëjë dhe bereqet në dunjën dhe në ahiret. Ne bjerë të bishme dhe vepra të mira. Lutim Allahun na ruaj nga çdo kurthe, nga çdo sherr që kemi brenda nesh apo jashtë nesh. Lutim Allahun gjithashtu të na jep mirësinë në dunjën dhe në ahiret. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammedin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.